Përshëndetje. Sot jemi grup qytetarësh që vim nga protesta, ku rrugës kur erdhëm pam që parlamenti ishte plot me policë. Ndërkohë s'kishim dhënë asnjë njoftim për ndonjë protestë para parlamentit. Kjo tregon që minjt tashmë kanë nevojë për roje, se kanë frikë dalin edhe kur s'ka askush që t'i godas me pjeshk apo me vezë. Jemi në një moment shumë interesant të protestës, ku ne jemi kthyer në një acid masiv qytetar që po tresim nga brenda këtë pushtet anti-shqiptar. Çdo ditë ky pushtet tretet dhe çdo veprim që ata bëjnë kthehet në të kundërtën. Siç e pat, edhe këtë javë deshën të bëjnë një koncert me 4 milionë euro nga buxheti i shtetit, nga fondi i emergjencave, për t'i bërë reklam vetes, dhe u bën lajm i botës, u bën gaz i botës, ku të gjithë bota flisën për 4 milionë euro dhe jo për Kanye West. Nuk flisin për koncert, po flisin se si 4 milionë euro e kishin dhënë. Dhe në çdo lajm botror shoqërohesh me protestën. Pra ta paguan 4 milionë euro për t'i bërë reklam protestës. Njësoj si ky rast i sotëm, me Skënder Hitajn, i cili deshit na friksoj dhe ra prap në gropën që deshit ta bëjnë ne. Këtu do ju lexoj një nen që është shumë i rëndësishëm. Është neni 4 i kodit penal. Askush nuk mund të dënohet penalisht për një vepër që më parë nuk është parashikuar shprehimisht me ligj si krim ose kundravajtje penale. Askush nuk mund të dënohet me një lloj ose masë dënimit pa parashikuar me ligj. Dhe ky është thelbi i kushtetutës dhe i kodit penal. Ne jemi sot përballë një Skënder Hitaj, një drejtor policie, një zar i sistemit, i cili është vënë aty si shantazh i Belinda Ballukut ndaj Edi Ramës, siç e kemi deklaruar një muaj para se të bëhet drejtor, i cili guxoi dhe tha do ndjek 10.000 qytetarë se kanë bërë review në rrjetet sociale, edhe në reklamat apo njoftimet e hoteleve. Pikërisht sot ne jemi këtu për t'i kujtuar gjithëve që nuk ka një nen kodin penal që mund të parashikonte hetimin e 10.000 qytetarëve. Dhe kjo është një nga shkeljet më klasike që të kujtojmë të fjalët e Enver Hoxhës. Pse ligjet tona do na pengojnë neve? Dhe në këtë lloj kuptimi, unë kam sjellë këtu një fakt, një provë zyrtare që është e Agjencisë Inteligjencës Financiare të Shtetit Shqiptar, e cila bën një shpjegim udhëzues zyrtar ligjor se çfarë është mbrojtja nga mashtrimet kompjuterike, që është neni 143B që pretendoi Hitaj se kishin shkelur 10.000 qytetarët. Dhe aty thuhet tekstualisht në faqen zyrtare të qeverisë. Dokumenti zyrtar i AIF-s i rendit konkretisht format kryesore të mashtrimit kompjuterik që konsiderohen objekte kësaj dispozite penale, si mashtrimi phishing, skemat Ponzi, skemat investime me kthime të larta, pitch bushering, bump and dump, kompromitimi i emailit biznesit, mashtrimi nëpërmjet imitimit të mediave sociale të telekomunikacionit, mashtrimet romantike, roman scam që quhen ndryshe, mashtrimet e punësimit. Dhe në asnjë pjesë të këtij materiali zyrtar nuk përmendet publikimi i reviewve negative, thirrjet për bojkot ekonomik, vlerësimet e koordinuara të bizneseve, reputacioni online i subjekte private apo çdo formë tjetër e ushtrimit të lirisë të shprehjes nëpërmjet publikimit të opinioneve. Pra ne këtu jemi përballë që e kemi me prova, me fakte që nuk ekziston një nen në kodin penal që këta të mundësi një procedim dhe tetoni 10.000 qytetarë. Në një shtet të së drejtës, qytetarët kanë të drejtë të mbështeten në interpretimin zyrtar, që vetë administrata publike u jep dispozitave penale. Kur një institucion shtetëror i specializuar shpjegon publikisht se neni 143B, që e pretendoi Hitaj, ka objekt mashtrimet kompjuterike të natyrës financiare dhe ndërhyrjet në sistemet informatike, ndërsa një autoritet tjetër shtetëror paralajmëron përgjegjësi penale për sjellje që nuk përfshihen në këtë interpretim zyrtar, li nevoja për të verifikuar nëse është i kaluar parimi i legalitetit dhe sigurisë juridike të shtetasve. Dhe unë duhet t'ju kujtoj një gjë akoma dhe më interesante lidhe me shpërndimin e detyrës për cilin kemi ardhur sot tu për Skënder Hitajin. Ai pretendon që prokuroria ka nisur hetim dhe për shpifje. Po çfarë thot ligji shqiptar për shpifjen? Kodi penal. Asnjëherë prokuroria nuk mund të veprojë. Sipas legjislacionit ton, personi që pretendon që shpifur për të, vjen në gjykat, jo në prokurori. Në gjykat penale, jo në prokurori. Dhe çështja fillon me palë. Pra ai, subjekti, në këtë rast Luca, apo Luca si e ka ai, duhet vite gjykat. Të vite gjykat, paraqitesh pala që ai ka sillte për padinë vet për shpifje, fillon të gjyqi dhe prokurori mund të vinte në gjyq pikërisht në një fazë të avancuar të procesit për të parë palët dhe për të parë qëndrimin e palëve. Kështu e ka ligji shqiptar. Tani
Kthehemi ke fjala e Enver Hoxhës. Pse o ligjet tona do na pengojnë ne? Edhe ne, me ligjet tona, ato që janë, kemi sjellë këto kërkesa për Spakun. 1. Regjistrimi i këtij kallëzimi penal për shpërdorim detyre për Skënderij Hitaj. Bravo! Fillimin e hetimeve për të verifikuar nëse janë konsumuar elemente veprës penale të parashikuar nga neni 248 i kodit penal dhe të çdo vepre tjetër penale që mund të rezultojnë gjatë hetimit. Dhe këtu fillojmë. Sekuestrimin dhe administrimin të procedimit penal nëse ekziston nga Skënderij Hitaj ndaj 10.000 qytetarëve. Urdhin për fillimin e verifikimeve për 10.000 qytetarë që ka bërë Skënderij Hitaj. Çdo kallëzim i paraqitur nga subjektet private, pikërisht për të marrë dokument Spaku për të verifikuar bazën ligjore me cilën është nisur procedimi penal. Çdo akti i policisë shtetit mbi bazën e cilën është identifikuar mbi 10.000 llogari. Dhe kjo është një nga ngjarjet skandalet më të rënda të policisë shtetit në 36 vjet. Operimi i policisë për të mbledhur 10.000 dhëna të shtetasve, kjo është një nga ngjarjet më absurde që të kujton vetëm kohën e atit që s'donte me ditë për ligje. Çdo kërkesë drejtuar platformave digjitale ose subjekteve të tjera për marrjen e të dhënave të përdoruesve, sepse kemi dhëna që këta mund të kenë kërkuar në rrjetet sociale, në Google dhe kompanive të rrjeteve sociale të dhëna për qytetarët. Pika 4. Verifikim nëse identifikimi dhe analiza e mira qytetarëve është kryer mbi bazën e një procedure penale të regjistruar dhe në përputhje me garancitë kushtetuese se kur ti fillon një punë për të mbledhur dhënat e njerëzve, ka një procedurë për secilin person më vete. A kanë këta 10.000 dokumenta për këtë gjë? 5. Verifikimin nëse veprimet e policisë kanë qenë proporcionale, të nevojshme dhe të mbështetura në një bazë të qartë ligjore, apo nëse ato kanë prodhuar një ndërhyrje të pasifikuar në ushtrimin e lirisë së shpresës dhe të drejtës së protestës. Po di çfarë ndodh këtu? Do thotë që do hetohen dhe policët që janë marrë me këtë punë, edhe oficerët OPG-t që janë marrë me këtë punë. Dhe pastaj pyetja mund të shtrohet rrugës nga Spaku, mos kemi të bëjmë me grup strukturuar kriminal. Ne e dim që ata janë, po varet nga Spaku. Dhe e fundit, administrimin, me që ai ka qef provat, si provë të deklaratës publike të drejtorit të përgjithshëm policisë dhe të materialit shpjegues të Agjencisë së Inteligjencës Financiare mbi nenin 143B të kodit penal. Kjo është përgjigjja jon. Ai kujtoi se po na frikson dhe ne sot i sollëm një lopat. T'i japim gropën. Faleminderit. Rama jepe dorheqen, Rama jepe dorheqen, Rama jepe dorheqen, Rama jepe dorheqen, Rama jepe dorheqen. Kjo është kënga që dëgjon në çdo plazh të Shqipërisë të ditë vere dhe gjëja më e bukur është kur mbiten fëmijët e vegjël dhe e knojnë ke bregu i detit. Nëse ka ndonjë pyetje, na keni, po mendoj që i thash gjithas. S'kam, më fal? Se mendova ata, kishin bërë një batut pra që. Ndeshë me ka peshë dhe doli peshku vetë, që u ka pa i. Ata po nga partia, edhe ku që jetë rajgjem që u dërdua. Ka që ka dërdua që... Mbase kemi sa të dushtë.